Kanali i paregulluar për të cilin banorët paralajmëruan prej kohësh vazhdon të shkaktojë dëme. Banorët janë të shqetësuar se nëse rreshjet e shiut vazhdojnë, situata mund të përkeqësohet akoma më shumë. Ndaj, ata kërkojnë që të merren masa sa janë ende në kohë, sepse uji nuk pret premtime. Rreshjet e dendura të sotme të shiut kanë sjellur vështirësi në Hasanbek, ku uji ka mbushur roboret e disa shtëpive, duke bllokuar daljen dhe duke krijuar rrezik për dëme të mëtejshme. Situata nxjerr në pak problemet me kanalet e paregulluara, ku thekson për të disatën herë nevojën për ndërhyrje urgjente para se dëmet të përkeqësohen. Kenan Ismaili, një banor i Hasanbekut, ku edhe në emër të gjithë fqinjëve që nuk donin të flisnin para kamerave, për televizionin Shenja shprehi revoltën e tij dhe të gjithë të tjerëve. Mirëdita, quhem Kenan Ismaili, banor i Hasanbekut. Kemi problem me këtë kanalin, e veç nuk është sot e dje. Baba këtu prej 70-ën kur ka ardhur, e ka përjetu këtë kanal, u plak, e ka vdekur në bona 50, pe përjetoj. Gjithmonë në kanë marrë si gjoker kanalin. Kur kanë ardhur votimet mi lip, i kanë lip, gjoker o konë gjithmonë kanali. Do të bëhet kanali, do ndërtohet kanali, jo korrit, jo gurs, gjanë dë njët, kur hiç s'kanë ndërtu. Tash jam detyru sot, ka një ujë në shtëpi, krejt rrugëve kryesore, shkam lidhët ujë atmosferska, te komuna që del, vjen këtu në kanal, na hina për shtëpia. Masat, ne problemet pikemi. Shikon në shleja kamerën, në shifët. Këto janë krejt që i kemi mbledh, jam detyru me pru bagerin privat. Të lodhur nga premtimet, ata shprehin hapur zhgënjimin dhe paralajmërojnë edhe për ndonjë protestë të fuqishme, nëse problemi me kanalin vazhdon kështu duke mos u zgjidhur. Para një muajve kam bë apel, njëjtë kam pas problemi, nuk kanë marrë masa në komunë. Tash pritet, na dhënë një lajm që do të vere një bager, një kamion. Po ata unë tërsa tash nuk e besoj. Se gjithmonë jemi manipulu me kësi muhabete, kina me ardh, kina me qu, jo të hanën, jo tjetër njëf, kur nuk u bon kur gja. Kjo duhet mu pastru një herë për gjithmonë mu kri kjo punë. Jo me më gjoker për banorët e Hasanbekut. Kanalin kina me ndërtu, kurse nuk ndërtohet. Amo edhe ne do të revoltohemi në ditë keq, kur do të dalmi edhe në një protest fuqishme ta bojmë, atëherë nuk do të jetë mirë as për komunën, as për banorët, as për kërkan. Banori paralajmëron dhe shqetësohet se nëse rreshjet e shiut vazhdojnë, ka gjasa që uji të hyjë më shumë në shtëpi dhe thekson se për këtë shkak sot janë detyruar që të angazhojnë bager privat. Kjo rrezik në qoftë që vazhdon sante me ra, alo. Kjo rrezikon edhe mrejna mi. Sukur që në 2016 që na ka ndodhën, kjo mund me ndodha pet. Pse nuk ka rrugdalje, nuk kanë pastru bërlloki, shamaki, prej gjithë shka vjen këtu shkat mlidhet këtu te ura. Ta kemi problemin. Unë sot në shtapë ka përcej me qatu i shka inqizut. Po në qofë që vazhdojnë, vërshimet e shiut, a do tjetë më rëzik do tjetë. Unë e hetoj rëzikin se shka vjen. Për që ta kam dalë, kam mërë masa. I kam lidhë, kojshin, banur të kretë, mendima me sen, privat bagerin, për shka ne ta pastrojmë privat, kurse është shteti. Ndërkaq, a i thekson se ky kanal për të cilin u dhanë shumë premtime, por që deri më tani nuk u bë asgjë, duhet me do e mos të ndërtohet dhe të pastrohet një herë për gjithmonë. Pastrohet kanali, ndërtohet kanali sukur në kanë premtu. Afrim Gashi, Izet Megjiti, edhe Bobi, na i kanë premtu qëtu të komuna, kur janë konë te Aljavdovic Qankës, na kanë premtu që kanali do të bëhet me beton, korrit, kret. Ajo në qofë që njëherë ndërtohet ashtu, në kurs do të ketë problem. Që 70 vetë ki problem është. 70 vetë, po plakmi kanë mu plak djemë teme, kanë me vdik gjoker kanalin. Qese pravi kanalët, merë votat. Nuk shkon kështu gjithmonë. Ne mu manipulu, okej. Amo, një dit në vend të eri këto. Edhe ne kemi bollë kur ta bojmë. Kur ta bojmë ne bollë atëra shumë keq. Po kemi qef me orë të eri ati, citata. Ne të murin masa, ne të pastrot, mos më lidhët ujë. Që detyron në tjap, si cëllën javë shkatë bereshi me dhe në pare bagerin, atak edhe këtë privat, për shka, çfarë arsye? Përderisa ky problem për vite me radhë vazhdon të shkaktoj dëme të njëjta, teksa zgjidhja e tij është të përmbytur nga institucionet, banorët thonë se durimi ka një kufi, ndaj janë në pritje të ndërhyrjeve të menjëhershme nga institucionet.